Kryeministri Hristian Mickoski pret stabilizim të tregut të derivateve të naftës pas njoftimeve për bisedime paqësore ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Të hënën, kur Komisioni Regulator për Energjetik pritet të marrë vendimin e ri për çmimet e karburantëve, kryeministri pret që benzina të ulet me rreth 4 denar për litër, ndërsa nafta me rreth 7 denar për litër. Očekujem. Ne bëm llogaritjet tona, është rritur pak edhe vlera e dollarit, pres që të hënën, bazuar në këto llogaritje, çmimi i benzinës të ulet me rreth 4 denar për litër, ndërsa nafta disi më shumë rreth 7 denar për litër. Megjithatë, të presim që të hënën Komisioni Regulator të bëjë njoftimin zyrtar. Kryeministri pret që me përfundimin e negociatave paqësore ndërmjet SBA-s dhe Iranit të stabilizohet çmimi i naftës në bursat botërore dhe e gjithë situata me energjentët, por thekson se ky do të jetë një proces që nuk do të përfundojë menjëherë.